Nëse ju del gjumi në orën 3 të mëngjesit, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Zgjimi në të njëjtën kohë çdo natë mund t'ju shkaktojë panik dhe t'ju bëjë të mendoni pse, por arsyeja është vërtet e habitshme. Një gjumë i mirë i natës është thelbësor edhe për jetën e përditshme. Megjithatë, zgjimi i papritur gjatë natës ose herët në mëngjes, zakonisht nga ora 3 ose 4 e mëngjesit, është çuditërisht i zakonshëm. Me një studim amerikan zbuloi se 35.5% e njerëzve raportonin se zgjoheshin nga dridhjet më shumë se 3 herë në javë sipas Sleep Foundation. Shumë persona që nuk bëjnë gjumë të qetë besojnë se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Zgjimi i tyre çdo natë shkaktohet nga një mendje tepër aktive, duke rritur edhe kujtimet e sikletshme nga e kaluara ose thjesht duke menduar shumë. Të zgjohesh dhe të shqetësohesh në orën 3 të mëngjesit është shumë e kuptueshme për shumë njerëz, sipas ekspertit i gjumit George Murray. Megjithatë, arsyeja pas këtij fenomeni nuk ka një rrënjë të ankthit ose edhe të stresit që shpesh zvarritet gjatë orëve të qeta ose të errëta të natës. Në vend të kësaj, përvoja kolektive e një thirrje zgjimi në orën 3 të mëngjesit është e lidhur ngushtë me mënyrën se si trupat tanë funksionojnë çdo ditë. Murray, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Universitetin e Teknologjisë në Sainsbury të Australisë, e lidhi fenomenin e çuditshëm me neurologjinë ose edhe ritmet hormonale të trupit të njeriut. Gjatë një gjumi normal të natës, neurologjia jon, studimi i strukturës, funksioni dhe zhvillimi i sistemit tonë nervor zakonisht arrin në një pikë kthese kritike midis orës 3 dhe 4 të mëngjesit. Rreth kësaj kohe, temperaturat e trupit fillojnë që të rriten, presioni i gjakut do të lehtësohet pasi keni pushuar tashmë. Melatonina, hormoni i gjumit, ka arritur kulmin e kortizolit. Hormoni i stresit fillon të rritet duke përgatitur trupin për të zgjuar dhe për të përballur me ditën që na pret. Kjo përvojë ndodh çuditërisht pas sinjale të jashtme, si drita e ndritshme që depërton nëpër dritaret e dhomës sonë të gjumit. Pasi trupat tanë janë ndërtuar për të parashikuar si lidhjet e diellit ashtu edhe në perëndimin e diellit falë ritmit tonë natyror cirkadian. Megjithatë, rritja e niveleve të kortizolit mund të luajë një rol kyç në zgjimin ose jo të plot gjatë orëve të para të natës, pasi mund të ndikojë kryesisht në rregullimin e reagimeve të trupit ndaj stresit, citon klinika Cleveland. Zgjimi në mes të natës mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të ndryshme të shëndetit. Prandaj ekspertët këshillojnë që, nëse doni që të mos zgjoheni në këto raste, duhet të kontrolloni edhe për orën tuaj të zgjimit, pasi në shumicën e rasteve kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me problemet të cilat I kanosen shëndetit tuaj. Nëse zgjoheni në mes të natës dhe kjo është bërë një normë, është e këshillueshme që të mos e injoroni, por të shikoni shkaktarët edhe të merrni një trajtim të specializuar, pasi ora organike kineze e organeve të zhvilluara nga mjekësia tradicionale kineze, TCM, thotë se që I lëviz nëpër trupin tonë në periudha të ndryshme të ditës dhe nëse ekziston një bllokim I caktuar në ndonjë organ, kjo mund t'ju detyrojë që të zgjoheni më shpesh gjatë natës. Duke ditur arsyet pse zgjoheni në mes të natës, atëherë mund të gjeni edhe zgjedhje për gjumin më të mirë, të cilën mund të variojë nga relaksi I mendjes, marrja e dur dhe rregullimi I ushqimit ose edhe lëshimi I zemërimit tuaj. Dëgjoni me vëmendje arsyet e çuditshme pse mund të zgjoheni në një kohë të caktuar gjatë natës, sipas tradicionales kineze. Nëse flini herët para orës 21 dhe gjumi ju del në orën 23 dhe 1 të mëngjesit, atëherë mund të jetë për shkak të çështjeve tuaja të vetvlerësimit. Nëse dikush ka një problem me gjumin midis kësaj kohe, kjo mund të nënkuptojë se po e gjykoni shumë veten ose edhe të tjerët. Sipas bllokut të trupit të mjekësisë kineze TCM, të zhgënjehesh nga një I dashur gjithmonë mund të shkaktojë edhe faza të zgjimit, duke u bërë të paaftë për të fjetur gjatë kësaj kohe. Të qenit I ndërgjegjshëm ndonjëherë mund të ndihet I paragjykuar dhe mund t'ju ndihmojë edhe në situatën tuaj. Madje edhe leximi I librave ju ndihmon gjithashtu
të rifitoni besimin tuaj. Fizikisht të kesh probleme me gjumin gjatë kësaj kohe mund të nënkuptoj edhe fshikëzën e tëmthit që po përpiqet ju tregoj të hani ushqime më me pak yndyrë, të pini më pak duhan dhe të zvogëloni nivelet e kafeinës në dietën tuaj. Nëse bëni këto gjëra, atëherë fshikëza e tëmthit tuaj do të punojë në mënyrë optimale. Të flini para orës 21 dhe zgjoheni midis orës 1 të mëngjesit dhe 3 të mëngjesit, fajtor mund të jetë gjithashtu edhe tërbimi. Sipas orës së organit kinez në organin kinez, faji për tërbim shoqërohet edhe me kohën. Zemërimi që mbetet nga argumenti ndezur që keni pasur kohët e fundit me partnerin ose në punë mund t'ju zgjojnë më shpesh gjatë natës. Lëshimi zemërimi dhe ndryshimi perspektivës tuaj për të kërkuar qartësi mund të ishte gjithashtu edhe një zgjidhje. Të zgjoheni midis orës 1 dhe 3 të mëngjesit do të thotë se mëlçia juaj është duke luftuar, duke ditur se sa e rëndësishme është mëlçia jon, problemi me zgjimin gjatë kësaj kohe duhet të adresohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo mund të nënkuptojë që mëlçia juaj po lufton gjithashtu edhe me toksinat që ndodhen midis trupit tuaj. Dhe zgjedhja e vetme është një dietë e përshtatshme më e mirë për ju, për të mbajtur larg edhe këto komplikacione. Duhet të evitoni gjithashtu ushqimet me yndyrë të lartë dhe të ulni konsumin e alkoolit përfundimisht nga dieta juaj. Zgjimi midis orës 3 dhe 5 të mëngjesit mund të jetë për shkak të hidhërimit ose të trishtimit. Hidhërimi dhe trishtimi lidhet me këtë kohë. Zgjimi gjatë kësaj kohe është sugjeruese për gjëra negative që kanë ndodhur në jetën tuaj, siç është humbja e një të afërmit, të dashuri ose ndarja. Biseda me anëtarët e familjes ose besimi në miq të afërt mund të bëjë shumë për mirëqenien tuaj emocionale dhe megjithatë mund të jetë e vështirë. Gjetja e mënyrave për të vazhduar më tej është shumë e rëndësishme. Fizikisht, kjo është kur mushkërit tona mbledhin më shumë oksigjen për të transferuar atë në pjesë të tjera të trupit, për ta përgatitur atë edhe për një ditë të re. Ndodh gjithashtu me largimin e toksinave nëse e gjeni veten duke u kollitur dhe zgjuar në këtë kohë. Zgjidhja mund të jetë konsumi i ushqimeve të shëndetshme dhe të merrni frymë në ajër të pastër. Zgjimi midis orës 5 dhe 7 të mëngjesit mund të ndjeni të mbërthyer në jetë. Ndjenja e mbërthyer nga mungesa e rritjes në jetën e një personi është gjithashtu një problem emocional kritik nëse zgjoheni gjatë kësaj periudhe për një kohë të gjatë. Një mënyrë e mirë për të zgjidhur këtë është të keni një ritual në mëngjes që ju bën të lumtur dhe të nxitur, siç është planifikimi i dietës në vijim. Dëgjimi i muzikës motivuese ose meditimi thjesht për të pasur mendjen për ditën e ardhshme. Mund të keni gjithashtu probleme me zorët tuaja të trasha nëse zgjoheni gjatë kësaj kohe. Të kesh lëvizje të zorës gjatë kësaj kohe është normale për të ndihmuar në proces, është gjithashtu e rëndësishme që të konsumoni më shumë ujë, i cili do ju ndihmojë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Një rutinë e mirë e gjumit fillon në mëngjes. Mënyra se si filloni ditën tuaj mund të ketë ndikime të mëdha edhe në oraret e gjumit, sasia dhe si e mendoni atë. 5 zakonet e zakonshme të mëngjesit që ekspertët e gjumit duan që ju të mos i bëni më. Zgjimi në orare të ndryshme çdo ditë. Kur bëhet fjala për një gjumë të mirë, qëndrueshmëria është thelbësore, por kjo vlen edhe për kohën tuaj të gjumit dhe kohën e zgjimit. Kur ndryshoni një orar, gjumi është shumë e rëndësishme edhe orët e diferencës. Trupi juaj ndihet i lodhur sepse ritmi kardiak nuk është sinkronizuar. Kur zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë, nga ana tjetër, trupi juaj do të jetë gjithashtu natyrshëm dhe i gatshëm për të përballur me euforitë e ditës. Injorimi i kronotipit tuaj. Nëse jeni duke dëgjuar edhe për konceptin e kronotipeve të gjumit, mund të jetë thjesht çelësi një gjumi që ju mungon. Shumica e njerëzve bie në një kategori kronotipit të gjumit. Ujqërit, luani dhe arinjt dhe delfinët, siç e thamë edhe nga specialistët e gjumit të specifikuar nga bordi Mikael Breus, jo vetëm që kronotipi juaj përcakton se në cilën orë është optimale për të zgjuar, por gjithashtu është jashtëzakonisht e dobishme dhe të planifikoni punën e ditës suaj rreth trupit dhe shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.